Kandidatja për deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimeti Musliu, i ka reaguar ashpër këngëtares dhe kandidates për deputete nga radhët e lëvizjes në të vendosje e Dona Llavoshi për këngën kushtuar Albin Kurtit. Ajo ju drejtua Llavoshit me një shkrim në Facebook, duke i thënë që të turpërohet sepse, siç ka shkruar ajo, e ka bastarduar një nga perlat e folklorit shqiptar. Musliu i tha këngëtares që të shkojë në Qirez të Drenicës dhe, siç është shprehur, të tregojë se Albini ka refuzuar ta kapë pushkon. Për i dufte, veç ai largohet që është lindur tradhtor, kush është burr nuk frikohet, po vdes, po vdesi dëshmore. Dhe Dona Llavoshi shkon në Qirez të Drenicës e le të tregojnë se si Albini e ka refuzuar ta kapë pushkën për atë. Dëgjoj edhe intervistat e Albinit ku ai vetë deklarohet se nuk do ta prek asnjëherë pushkën me dorë. Pas që lënë nam me Dona Llavoshi, turpërohu që e ka bastarduar një nga perlat e folklorit shqiptar, ka shkruar Musliu. E tash du me ju nuj krejtve tu e kënu një kongë që e dini krejt. Hajde për shkojmë, dëgjani mirë. Hajde krejt dur t'nalë, merë një telefonat, vezni dritat, krejt. Hajde. Du me ju në dëgju krejtve tu këndu bashkë. Hajde. Shkodër, hajde trim se të ka motër, mere Durrësin dhe Tiranën, se na kështu e gzojna nanën, unë Traspeje dhe Gjako, Drenic, Lape dhe Rugov, vjen Deçani e Mitrovica, Kaçani ku e Kamenica, vjen Gjiljani dhe Prishtina, Ferizaj edhe Kina, kështu ka las bashku do të rina. Hajde! Faleminderit të dashur bashkëdhetar, zëri juaj ka pesh, angazhimi juaj ka ndikim. Bashkimi ynë forcon shtetin e Kosovës. Bashkë ndryshojmë, bashkë ndërtojmë, bashkë fitojmë. Mos në shoni pe.
Votoni lëvizjen vetëvendosje, votoni numrin 1. Një, gjasht, ju duam shumë.